Kjo qendër votimit në Pej, lidhja për zërit është hapur dhe unë besoj që edhe të gjitha qendrat tjera në Republikën e Kosovës janë hapur deri më tani. Ftoj të gjithë qytetarët e Republikës Kosovës që të dalin në votim, të shfrytëzojnë të drejtën e tyre për të votuar dhe për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre, të shprehin vullnetin e tyre të lirë në këto zgjedhje për të cilat KQZ-ja ka punuar që veç 6 muaj, kemi bërë përgatitje të shumta, kemi ndryshime në proces, sipas ligjit që ka hyrë në fuqi 2023. Në këto zgjedhje kemi përmirësuar platformën, për të cilën presim që sonte të dalim me rezultate preliminare, në disa orë pas përfundimit të procesit zgjedhor. Gjithashtu edhe qendrat komunale të numërimit të gjithat janë tash të pajisura me të gjitha pajisjet të nevojshme për numërim dhe presim që në mëngjesin e së nesërmen të fillojnë numërimin për asambleista.